Kjo nga rendje për punën apo për komunën e Fushë Kosovës, pse po bëhet zotëri Osmani? Është komunë e rëndësishme, si e shihni ju? Nëse më lejon me bëj vetëm një digresion dobësh për më pyetë kjo pyetje. Unë mendoj që kur qeveria investon në një komunë, investon te qytetarët e saj, dhe është një përkraje shumë e rëndësishme që i shkon edhe komunës edhe qytetarëve dhe nuk do ta kishin përmburë. Që ka ndodhur në komunën e Fushë Kosovës, ne kemi këtë projekte që po realizohen nga qeveria, kemi një projekt tjetër me një qerdhe që është ndërtu, kemi një projekt tjetër me një shkollë që ka fillu, dhe të gjitha këto bashkë mund bojnë rreth 5 milion euro për mandatën 4 vjeçar, derisa kam dëgjuar kryetarët e komunave të vetëvendosjes në debatet publike, të cilat kanë folur me mburret e madhe se si kanë realizuar projekte me nga 50 e 100 milion euro të cilat i kanë marrë nga qeveria. Nuk është mirë që të kemi një qeveri që për dikon është njërë, që për dikon është non. Thotë të investoj kaq pak kjo qeveri aktuale, po them, po i referum deklaratave të kryetarëve aktual të komunave të cilat në debatet publike kanë folur me mburre për projekte që kanë realizu dhe për ndimen që u ka dhënë dot qeveria. Tani të kthehemi te pyetja juaj, pse thotë ka kaq interesim për komunën e Fushë Kosovës? Unë besoj që vetë ky fakt flet shumë, komuna e Fushë Kosovës është potencial i madh politik, ekonomik, kulturor e social, është ndër më të mëdhenj tashmë në Republikën e Kosovës dhe është palë zhvillimit që ka pësuar nga vetë lidhja demokratike e Kosovës për këto 25 vjet qeverisje, por nuk e gjen te komunat e tjera. Keni pa dikon të shku te një komunë tjetër 4 herë në vite? A më të regani cilën kryeministër e keni pa që shkoj 3 herë në ditë në një komunë? Është afër. Afër, po afër është edhe Biliqi, është edhe Lipjani, besa afër është edhe Podujeva, nuk ka larg edhe Novoberda. Thotë kemi edhe komunat e tjera që janë afër. Jo, komuna e Fushë Kosovës është potencial. Është potencial dhe do të mundohem të jem shumë i përgjithshëm që këtë potencial ta transformoj në energji të re dhe gradualisht ta krijojmë një model të qeverisjes edhe si komunë, të përmirësojmë ato që nuk janë bërë në të kaluarën, të punojmë në projektet e tjera dhe të realizojmë këto përmes një qeverisje të mirë e efektive. Lutem, nëse ka mundësi më tregu krejt çka po dëshë me bu. Pse je turist në Fushë Kosovë? Çe, s'po e thomone, çe po ndjekim deklaratën. Regjia Valem për është për keqardhje, qysh nuk e din që shtëpia e kulturës është trashëgimi kulturore. Për besë është tamam po bina që turist Fushë Kosovë. Okej. Se kom thonë, është në mbrojtje të trashëgimisë kulturore, se kom do të rruaj. Dalemi në akuza se jo pse në akuza, kjo realitet, për besë nuk në akuza. Turist. Unë jam një farë turisti, edhe mësem turist. Pse? Sepse gjatë karrierës së jetës sime kam udhëtuar e kam qëndruar në shumë vende. Jam lind në Slatin, jam rrit në Slatin, kam kryer shkollën në Slatin, kam shtëpinë në Slatin. Dhe natyrisht kam edhe banesën në Prishtinë. Por nuk kam jetuar vetëm në këto vende. Kam jetuar edhe në Japoni, kam jetuar edhe në Amerikë, kam jetuar edhe në Angli, kam jetuar edhe në vende tjera për çështjet e shkollimit të punës. Dhe gjatë kësaj pune që kam bërë si turist, e që kam lidhë këtë dije e këtë përvojë do ta kthej në komunën time, te komuna e Fushë Kosovës e për qytetarët e mi, sepse tash e kam moshën më të mirë për të dhënë kontributin për kanë më shumë se për njerëz të komunës ta. Fare nuk ka rëndësi se çka mendoj tjerë për këtë. Çka ka me bëu Besnik Osmani për ekonominë? Çka ka me bëu për arsimin? Kështu, nëse shkojmë për ekonominë, unë vetëm po them 2-3 gjëra të vogla. E para, unë kam vizitu dje një qendër industriale. Nuk është si qendrat e tjera industriale, nuk është financim që është bërë me paret e shtetit, përveç infrastrukturës publike, rrugës, kanalizimit. Është një qendër ku do të kemi prapërsisht, është fjala për Miradinë e përme, prapërsisht rreth 40 biznese po vendosen atë, rreth 1000 të punësuar e rreth 40 milion euro investime
që është një potencial shumë i madh ekonomik e që unë besoj dhe të shërbej shumë komunës së Fushkosovës. Dhe kjo është e para. E dyta, komuna e Fushkosovës ka nevojë që të vazhdojë me përmirësimin e infrastrukturës publike, shumë, në mënyrë që të krijojmë ende një teren edhe më të pavarshëm për zhvillimin ekonomik lokal. I gjithë programi jam qeverisës bazohet në dy shtylla kryesore: zhvillim ekonomik lokal dhe demokraci lokale. Dhe është i harmonizuar për t'i arritë këto dy objektiva për mandatin që vjen. Pra, do të kemi politika shumë liberale, do të kemi